Në ambientet e shkollës fillore, Ndrem Jeta në Rakosh u përjetua një ditë e veçantë, e mbushur me emocion dhe mirënjohje. Pas një rrugëtimi të gjatë të përkushtuar në arsim, mësuesi i dashur Shefqet Haxhiaj u pensionua, duke lënë gjurmë të pashlyeshme në zemrat e nxënësve dhe kolegëve të tij. Mes fjalëve të ngrohta, kujtimeve të shumta dhe syve të përlotur, ai u përshëndet me nxënësit, që i kishte udhëhequr me dije dhe përkushtim ndër vite. Në një atmosferë të ngrohtë dhe me një koktejl, ceremonia vazhdoi me një mbledhje të kolektivit, e shoqëruar me fjalime dhe me pjesëmarrës të shumë personaliteteve të nderuara. Të pranishëm ishin dhe kryesuesi i Kuvendit Komunal, zotri Enver Rugova, drejtori i drejtorisë së arsimit në Istok, zotri Naim Behluli, si dhe figura të tjera të rëndësishme. Në këtë atmosferë mirënjohjeje, djali i mësuesit hapi fjalimin me një falënderim të ndjerë, duke e përcjell emocione të thella për rrugëtimin dhe përkushtimin e babait të tij. Unë kisha dashur këtë event me një thonje të ish presidentit historik doktor Ibrahim Rugova, ku e thoi që shtëpia pa miq nuk mohet. Faleminderit gjithëve. I nderuar kryesuesi i Kuvendit Komunal në Istok, zotri Enver Rugova, i nderuar drejtor i drejtorisë komunale të arsimit, zotri Naim Behluli, i nderuar ish drejtori i shkollës dhe zyrtar Naim Sadriu, i nderuar zyrtar ligjor Sami Meta, të nderuar drejtar të shkollave, drejtoresh e kopshtit, shumë të respektuar pensionistë që gjithmonë jeni me neve dhe afër neve, të nderuar familjar, e nderuar kryetar e Këshillit Drejtues, të nderuar gjithë pranishëm zonja dhe zotrin. Mirë se keni ardhur në evenimentin e radhës i cili po mbahet në shkollën tonë. Ne si shkollë kemi trashëguar shumë tradita, të cilat gjenerat pas gjenerat dhe brez pas brezi kemi trashëguar fal punës dhe angazhimit të këtyre veteranëve të arsimit që realisht po na bëjnë krenar çdo ditë dhe jemi të obliguar që punën dhe sakrificën e tyne ta quajmë deri në vend amanetin e tyne. Fal punës tyne dhe shumë kontributanësve të arsimit, ne sot po e përcjellim në penzion një ish mësimdhës, tash do të më thonë ish mësimdhës, se deri tash ka qenë mësimdhës i shkollës tonë dhe baba im Shefqet Haxhiaj, i cili sot e ka ditëlindjen e 65, ku në emrin tim edhe në emrin të ju i uroj ditëlindjen e 65 dhe pensionimin. Uroj që të ketë shëndet, mbarësi e gjitha të mira në jetë. Unë kam shumë çka të flas, mirë po sot, po flet vetë performanca, po flet vetë takimi, po flet vetë ky event i cili është i organizuar fal juve, fal kohës që keni gjetë në mesin tonë. Përpas fjalën morën një pjesëmarrësit, drejtori Naim Behluli bajti një fjalë falënderuese për kontributin e tij në arsim. Faleminderit, drejtor, përshëndetje kryesues, prof, drejtora, drejtoresha, veteran të arsimit, punëtor teknik, musafer, sot bashk që t'i urojmë pensionimin një mësimdhënësi i cili ka qenë shembull për gjenerata të cilët i ka eduku e shkollu, ka qenë shembull për prind që i ka eduku dhe një prej shembull më të mirë është që sot po e pret pensionin në kom veta dhe me një performancë të jashtëzakonshme. Unë nuk du me zgjatë shumë, du me falimderu për kontributin që ka dhonë gjatë luftës, para luftës në arsimin shqip e kontributin më të madh që ka dhonë edhe tash në liri. Fol punës të arsimtarit Shefqet, këto veteranëve që i kemi sot këtu, e ju që jeni po arrim çdo ditë më shumë
suksese në nivel komunal në arsim, por edhe në nivel regional dhe republikan, duke i por punën të palëshme të cilët po e bëni ju bashkë me stafin e ju. Andaj, arsimtari Shefqeti uroj shëndet, suksese, e uroj që mos ju dohet shkollës, po tjetë udhërrëfys i brezave të cilat do të vinë pas mësuesit, e që në veçanti do t'jem krenor me një mësimdhënës që e patëm dhe që do t'jetë prapë në mesin tonë urime. Faleminderit. Inshallah kish njëtën, të në të mirë. Drejtër, na e kemi një mirë njohje që dojmë ja dhonë edhe të në që dojmë me kalu ju si pas protokollit, shaj të punës pa lëdhshme që ke bo për ju edhe para luftë dhe pas luftë, e që tjetë kujtim nga drejtëria arsimit. Nuradin Imeri dhe Naim Sadriu ndoan kujtime dhe fjalë respekti për mësuesin Shefqet Haxhiaj. Unë e kumë përgadit 2-3 fjalë për Shefqetin, që këto që e kumë përgadit unë nuk janë të mjaftueshme, por ja që për shkak të rrethonave dhe vetë të organizimit do të jemi të kujdesshëm që mos zgjatemi shumë, por të thojmë ata çka duhet me thonë. Përshëndetje drejtar i shkollës, kryesues, gjithë ju zyrtar, kolegë, edhe me ata që kumë punu, edhe me kolegë të ri që janë këtu. Faleminderit që keni gjetë kohë për ta përcjellë në penzion kolegun tonë Shefqetin. Diniteti që lë gjurmë, të nderuar kolegë miq dhe të pranishëm, sot jemi mbledhur për të nderuar një figurë të respektuar të shkollës sonë dhe të arsimit në përgjithësi, kolegun tonë Shefqet Xhem Haxhiaj, i cili me plot dinitet po e përmbyll një rrugtim të gjatë e të ndershëm profesional. Shefqeti rrjedh nga një familje e njohur për virtytet larta, e shkathet, adhetare dhe arsimdashëse. Babai i tij ishte një burr me autoritet tregtar, i ndershëm dhe njëherë njeri që çmonte dhe e mbështeste arsimin duke lënë gjurmë të mira në komunitet. Këto vlera familjare u bartën natyrshëm edhe të Shefqeti. Ai jo vetëm që i qëndroi besnik profesionit të mësuesit me përkushtim të rrallë, por arriti edhe të ndërtoi një familje të shëndosh, e të edukuar. Me krenari mund të themi se ai i ka shkolluar fëmijët e tij duke vazhduar traditën e dashurisë për dijen. Sot ky rrugtim merr një domethënie edhe më të veçantë. I biri i tij shërben si drejtor në të njëjtën shkollë ndërmjeda, aty ku Shefqeti dha kontributin e tij për dekadat e tëra dhe prej nga po pensionohet me nder. Ky është një vazhdimsi e bukur e vlera familjare dhe arsimore, një trashëgimi që nuk ndërpritet por forcohet ndërpresa. Shefqeti e filloi rrugtimin e tij në arsim në vitin 1987, në një kohë jo të lehtë për vendin tonë. Ishte periudha diferencimeve politike, ku shumë mësimdhënës dhe intelektual u vunë në sprovë. Si fillestar, ai u dallua për maturi, për mbajtje dhe qëndrimet forta parimore, duke fituar respektin e kolegëve. Vitet që pasuan, sidomos periudha 90-99, ishin ndër më të vështirat për arsimin shqip, me suprimimin e institucioneve dhe dhunën sistematike të regjimit të Slobodan Miloševićit, u goditën drejt për drejt shkolla shqipe dhe mësuesi shqiptarë. Në ato rrethona të rënda, Shefqeti së bashku me kolegët qëndroi i palikundur duke vazhduar misionin e tij me dinitet dhe guxim gjithmonë me faqe të bardha. Gjatë kohës së luftës, jeta u tij u shoqërua edhe me dhimbje të mëdha personale. Humbja e nënës në bjeshkët e Vojdullit ishte një goditje e rëndë shpirtërore, por ai gjeti forcë për të qëndruar dhe për të vazhduar përpara. Gjatë gjithë karrierës së tij, Shefqeti u shqua si një koleg i shkëlqyeshëm, një punëtor i dalluar, i përpikt dhe korrekt në çdo detyrë. Ai ishte shembull për kolegët dhe nxënësit, i urtë, i drejtë dhe i përkushtuar. I nderuari Shefqet, rruga jote nuk ka qenë e lehtë, por ka qenë e drejtë dhe e ndershme. Me punën dhe përkushtimin tënd, ke lënë gjurmë të pashlyeshme në shkollën tonë dhe shumë gjenerata nxënësish.
të falenderojmë për gjithçka që ka dhënë, të urojmë shëndet, qetësi dhe lumturi në këtë kapitull të ri të jetës. Me respekt thellë. Faleminderit. Përshëndetje për gjithëve. Para së gjithash i përshëndes kolegët e shkollës me të cilët kemi punu bashkë. Veteran të arsimit, drejtorin e DKA-s, kryesuesin e Kuvendit Komunal të Arsimit, Kuvendit Komunal të Stogut. Kisha fillu këtë fjalim me një fjalë të një dietari që thotë simdhënësit janë heroj të heshtur. Janë heroj të heshtur sepse ata punojnë pa e botë madhe që janë duke bërë një kontribut jashtëzakonshëm. Në kuadër të kësaj hyn edhe kontributi arsimtari Shevqet, i cili sot po pensionohet, unë po befasona kur arriti ky moshën e pensionimit, që as nga pamja, as nga vitet që kanë jetë shpejt nuk e tregon se kam rriket moshë. Prandaj po e xhelozoj pozitivisht që duket kaq mirë në kohën e pensionimit dhe uroj që të ketë shëndet e ta gëzoj pensionimin sa më gjatë në harmoni dhe begati me familjen e tij, si e tha zyrtari, një familje të shëndosh, të edukuar mirë dhe të shkëlqyeshme në gjitha aspektet. Për me arrit një mësimdhënës, gradën e mësimdhënësit, duhen shumë vite. Fillimisht 20 vite shkollim, pastaj 20-25 vite punë sistematike në shkollë për marrë deri te pensionimi. Kjo është një sakrificë, por një sakrificë që ja vlen, sepse gjatë gjithë kësaj periudhe njeriu përgatitet dhe i shërben shoqërisë. I shërben shoqërisë në edukimin e brezave, të cilët e për profesione të ndryshme kanë dhënë kontributin në aspektin që fillimisht e gëzon vetiu, pastaj familja, shoqëria dhe mbar kumbi. Prandaj mësuesve si arsimtari Shevqet dhe mësimdhënësve të tjerë që po i shoh këtu që kanë kontribu, gjithëve ju uroj ta gëzojnë frytet e punës, sepse kësaqësia më e madhe e kësaj pune vjen kur edhe në kohën e pensionimit takojnë gjeneratat e reja, të cilët i falenderojnë për kontributin që kanë dhënë në ngritjen e tyre, sepse me punë kanë ngrit dhe kanë udhëzuar një brez të ri, të cilët gëzojnë të mira për jetën e tyre dhe shoqërisë. Prandaj, unë s'po zgjatna më shumë, arsimtari Shevqet. Faleminderit për punën që kemi punuar bashkë këtu, sa kemi punuar bashkë, për sjelljen korrekte në punë dhe kolegiale. Ju faleminderit edhe sot për ftesën dhe mundësinë që na keni dhënë me qenë pjesë e këtij manifestimi dhe këtij gëzimit juaj. Duhet ta quajmë gëzim sepse tash fillon një jetë, një kapitull i ri, cilën ti i korr sukseset e punës si punë sistematike që ke bën ta kësaj shoqërie. Emocionet e veçanta solli dhe mbesa e arsimtarit, e cila preku të pranishmit me fjalët e saj plot dashuri. Gjyshem në pension. Sot është një ditë e veçantë për gjyshin tim, sepse ai po dal në pension. Pas shumë vitesh punë dhe përkushtim, për mua kjo ditë është edhe më e rëndësishme, sepse gjyshem ka qenë një kusesh dhe kujdestari im. Gjatë gjithë viteve të punës së tij, ai ka edukuar shumë nxënës me durim, dashuri dhe përkushtim. Si nxënëse e tij kam pasur fatin të mësoj jo vetëm njohuri të vlefshme, por edhe vlera të rëndësishme, si respekti, përgjegjësia dhe puna e ndershme. Pensioni shënon fundin e një kapitulli të rëndësishëm në jetën e tij, por një kusesh fillimin e një periudhe të re me më shumë kohë për familjen, meçet dhe aktivitetet që i pëlqejnë. Jam krenare që kam pasur një gjysh të arsimtar kaq të mirë. I uroj shëndet, lumturi dhe shumë vite të bukura në pension. Faleminderit për gjithë atë që ke bërë për ne dhe brezat të nxënësve që ke edukuar. Ish arsimtari Isuf Ibrahimaj gjithashtu ndau disa fjalë për kolegun e tij duke vlerësuar punën dhe përkushtimin ndër vite. Ju përshëndes gjithëve pa dallim dhe spari i uroj arsimtarit Shevqet, një herë të kolegë dhe daj, i uroj pensionimin, edhe uroj që të kesh shëndet edhe gjitha të mirat me familje. Të flasësh për punën tonë në të kaluarën, plot 20 vite që kam punu këtu,
duhet kohë shumë për, po I bie si shkurt. Kemi punu me përkushtim, me sinqeritet. Jemi përpjek me dhonë maksimumin të nxënësit. Por jo vetëm që kemi punu, por edhe jemi knaq në anën tjetër. Sepse kemi pas harmonin kolektiv, kemi pas unitet, edhe ato kujtimet e atyre vite më mbajnë edhe sot në penzion. Edhe do t'ishte ndoshta si këshill për mësimdhënësit që përpiquni të jepni maksimumin, sepse përkushtimi I plot, suksesi me nxënës, pastaj po më përcjell edhe në pension kur takohem me prind, kur takohem me nxënësit e mi. Kështu që është një epokë e kaluar që nuk harrohet. Për mos me zgjatë shumë nëse më lejoni, do ta tregoj edhe një anekdotë, pasi që tash veç po merrem me anekdota. Ne arsimtar ish dalë në pension edhe shkojnë në shtëpi, kur hini aty thot gruaja, e çka erdhe sot burr kaq herët. Tha valla sot tha dola në pension. A tha po. Ani mirë bëll, tha, e çka do më bë tash? Tha valla tash do më nejt, do më pushu, bëll ke mo me nxënë se detyra e mësime, a neje bësa urna prej drejtori, ajo gruaja pekqyr si me bisht synit edhe pak një fart keshmit si nek kështu. Tha, ani, del tha, pastro borrin pak, tha, vadit e kopshtin, tha, bimi do drun të shpëreti. Ky edhe, let me vetën e me det për mu, tha, po s'pëdoj ka mu dao gazepi kur. Veç pëdoj ka mu mundru drejtori. Kur gjo tjetër. Faleminderit. Në shenjë mirënjohje, kolektivi I shkollës ndau mirënjohje për mësimdhënësit e pensionuar, ndërsa kryesuesi I Kuvendit Komunal, Zotri Enver Rugova, ja dorëzoi një mirënjohje të veçantë ish mësuesit Shefqet Haxhiaj. Po ashtu nga kolektivi I shkollës ju dhurua dhe një orë dore si simbol respekti dhe kujtimi për vitet e tij të punës. Në fund ishte pikrisht kryesuesi Enver Rugova, ai që e përmbylli këtë ngjarje të veçantë, duke lënë pas një atmosferë të ngrohtë respekti dhe mirënjohje për një jetë të tërë në shërbim të arsimit. I nderuar drejtori I Drejtorisë Komunale të Arsimit Naim Beluli, ish drejtora, drejtoresha, këtu drejtor që jeni të praneshëm, Shefqet NIPM edhe arsimtari Shefqet këtu se kur jem ardhur në shkollë, unë jam rrit që sajtë se I kom dajt këtu, daja Sadek ka këtu. Edhe të gjithë këta që kjo e shaloni këtu që janë sa unë me moshës e matë vjetër, na jemi kom bashkë që sajtë. Këta I kom familjarë të gjithë, pesho edhe një kuadër 3 shumë të mirë, besoj që po punoni mirë, jeni të përkushtum, për ditë ma shumë kemi ma pak të mi, për shkaqet ndryshme shoqërore dhe gjeopolitike, kështu që ata pak që janë përpiqni të mësoni mirë, të edukoni mirë, kjo shoqëni ka nevojë për punën sublimet jujen. Shkolla e Rakoshit ka qenë gjithmonë me nxënësa të mirë, me nëmë të mirë, me një disiplinë të theksuar aqek për shkollave të tjera në komunën e Istogut. Kjo onë I ka thonë edhe 3 dëshmorë të shkollës shqipe, do më thonë njerëzit të profileve të ndryshme kanë shku e kanë thonë edhe jetën për këto që sot na e gëzojmë një kohë shumë të largë viti që është viti 92. Për Shefqetin, s'kam që ka më thonë, është pak subjektive që e kom nep. Shefqeti është shkollu në rrethona jo bashkëleta,
tasoj kohë që kanë qenë vitet e funi viteve 60-ta, 70-ta, fillimi viteve 80-ta, edhe shkollimi i tij në një qytet të Kosovës, në Gjakov që ka qenë, nuk ka qenë i lehtë, s'paku veç edhe më udhëtu, e lemo ato të tjerat, e përgëzoj për durimin e tinaj, për punën me përkushtim tinaj, për qetësinë e tinaj, edhe për një qasje kontinuale që për shembull kemi mujt të gjithë mi marrë rrugët e Evropës 89, 90, 91, 2, po e ka vendosmëria ati ka qenë gati bukur e rallë për atë kohë që nuk i ka marrë bashkëshorët në fëmijën e vetë edhe mi marrë rrugën e perëndimit që nuk ka qenë asajo e lehtë, po në ato rrethona e ka vlerësu situatën që është i rëndësishëm këtu, edhe me prind të vetë ka vendosur që ta vazhdoj jetën edhe me bashkëshatarët e vetë edhe në atë shtet që ka qenë i Kosovës. Mu më dhimen profilet e ndryshme du më hi pak drejtarit kërkoj falje, se po përmenen për shembull shumë shpejt nuk do të kemi kimista një stog. Për profilet të lonës matematikës, ajo konë gjithë themër e akilit për komunën e Istogut. Nuk kemi geograf, nuk kemi fizik, ta është edhe një biolog për shkon, as biolog nuk ka. Na duhet më kërku pej komunave tjera, i kemi 2 profesoreshat fizikës, drejtor, pej Mitrovice vinë këtu, edhe nesër vjen situata që nuk i as ku mi marë. Kema një këtu që vjen Perutniku. A Perutniku? Okej, shumë mirë. Edhe me orientu në zonësat, ju që jeni mësus, arsimtar, mi profilizu, shumë shpejt, unë shkoj edhe këtyne trajnimeve, do t'i kenë orientuse për profilet e nëzonsave. Orientuse, se kjo shoqni nuk bën më orientu, ose veç mësusa, ose vetëm një profili i arsimtarve, i profesorve, që faktikisht më bo dhe fët ngosht. Ju inkurajoj që të ndjekni punën, përkushtimin, edhe të runi nomin e kësaj shkolle, edhe të këtyne njerëzve që në momente mjaft vështira, që nashta ka qenë ma vështirë t'jesh mësuse dhe punëtori që saj shkolle këtu, se në midis Istogut, që o konë me plot, ta shti mësë ju thonë në të bargonin, plot serë, plot shkije, qyteti, këtu ka qenë pak ma zarë me majt edhe në shkollën e uqës, arsimin që ka rezultu edhe me atë matë keqen, me brasjen e tretëshmorëve të shkollës Shqipe. Këtu dhe më thonë, qash eger e kanë morë këtë region, sa ka qenë si qëndres e tanakoshme, edhe si qëndrestar ju kanë tutë edhe fëmijëve në rrugë, edhe njerëzve në rrugë që ndalë me mbrojt fëmin e shkollës. Do shta me përmbyll me këta, të i dëshiru shëfqetit arsimtarit biologjisë ka hershëm, nipit tim, djali Dac Gjemile, se halën e kum pas nonën e tinaj, që tash është në Vojdull atje, edhe baba jam nuk e kalon këta me pru poshtë, për ju ka thonë lene aty. Kështu që kemi një nostalgji, edhe unë si nipi juj, i shumic juj se ka që sinit këtë t'lugu të rakoshit atë Kërninës, ju falenderoj për të gjitha për mbështetjen, për ato që na keni respektu si fëmijë deri tash. Faleminderit shumë. Përshëndes të gjithëve, faleminderit për pjesëmarrje. Unë nuk dashta me zjarë shumë se çka folën këta para folësit e mi, shpejt përsërit e vetë i dashta me u falendëruar të gjithëve për pjesëmarrjen që keni gjetë kohë. Faleminderit të gjithëve.
Ai e mbylli këtë kapitull të jetës së tij, duke u përshëndetur me kolegët të cilët ndahen me të, jo vetëm punën, por dhe miqësinë dhe respektin e ndërsjell. Ky ishte një moment që nuk shënon vetëm fundin e një karriere, por dhe fillimin e një etape të re, duke lënë pas një trashëgimi të çmuar në arsim dhe në jetët e shumë gjeneratave.